Valbona Mhilli ka qenë ftuar në një emision ku ka folur rreth të rejave në jetën e saj. Mes të tjerave, ajo u ndalte disa deklarata të bëra nga Laert Vasili. Nuk është ai Laerti që kam njohur brenda në shtëpi, që nga nisja e bisedës që dëgjova më ka zhgënjyrë shumë, sepse ne kemi vlerësuar disa cilësi, ose unë kam vlerësuar disa cilësi të Laertit që edhe pas daljes time i kam veçuar cilësitë e Laertit me marrëdhënien tonë që u krijua brenda në shtëpi, i kam duar tërkitur. Më la shumë për të dëshiruar dje gjithë intervista që unë e pash nga Laerti. Bëri disa deklarata që më la shumë për të dëshiruar, si për shembull disa ofendime që më janë bërë do i çojnë në ndjekje penale diçka e tillë. Kurse në pjesën nuk kam kohë për të falur, nuk e kuptova se për çfarë kishte fjalën. Marrëdhënia jonë u shkëput, u kris në momentin kur ai bëri zgjedhjen e tij. Me siguri ka thënë nuk fal dot veten, se nuk është se ka diçka tjetër për të falur. Ish banorja zbuloi nëse ka folur me Jozin tani që reality show ka përfunduar dhe pas incidentit të paprecedent që ndodhi mes tij dhe Gjestit. Valbona kjo është, rrezikon për miqtë e saj deri në pikën e fundit. Absolutisht nuk mendohem për asgjë që kanë bërë në shtëpinë e famshme. Ajo është një përgjegjësi personale e Jozit, diçka që unë kam reaguar dhe e kam dënuar. Unë e di që Jozi është mirë, gëzon shëndet të plot, por nuk është se ne kemi patur ndonjë kontakt, deklaroi Valbona Mhilli.